Synimet e mia për një të ardhmen është të luaj për KF Shqipërinë, ose për Kosovën, për beteminjat që i kam. Është vetëm 12 vjeç, por siç duket për të mosha nuk është problem që të filloj stërvitjet në fushën e blertë. Me potencial të madh për të arritur shumë dhe një ditë edhe ta përfaqësoj vendin e tij në arenën ndërkombëtare. Bëhet fjalë për Eldionin, i cili duket të jetë një talent në këtë fushë. Unë futboll luaj 2 vitet e fundit, ky sport më pëlqen shumë sepse e kam zgjedhur nga fëmijëria që është sporti im i preferuar. E pa dyshim që edhe ekipi ku stërvitet e ka mirë pritur, duke parë të ka një të ardhme premtuese. Kam trajner Qazën Berishën, luaj në ekipin KF City Sporti dhe një ditë kalojmë shumë mirë me stërvitjet e mira dhe trajnime shumë të sakta. Për trajnerit kam mësuar sepse kur të futem në lojë, duhet që të dal me fitur edhe asnjëherë me humbje. Pa dyshim që ka dhe synimet të mëdha për një të ardhme të afërt. Synimet e mia për një të ardhmen është të luaj për KF Shqipërinë, ose për Kosovën, për beteminjat që i kam. Mua më pëlqen jashtëkombëtarës Real Madridi, sepse gjithmonë ka pasur fituar edhe shumë rrallë humbje. Kombinimi mes shkollës dhe sportit është një nga pikat kryesore. Unë orari im i shkollës është prej 8 deri në 12 dhe stërvitjet i kam nga 1 deri në 4 ora. Jo, nuk është as pak e vështirë sepse e mbaj shkollën para dite dhe stërvitjet i kam pas dite. E zakonisht, vikendin e kanë të rezervuar për kundërshtarët e tyre në fushë. Po, kemi shumë qytete, varet si na bjen në ligë. E kur bëhet fjalë për futbollistin e preferuar, mes Mesit dhe Ronaldos, ai bëri një ndarje. Ronaldon, sepse aja ka filluar nga zero dhe ka arritur shumë nga tupi. Kisha luajtur për Real Madridin. Ndërsa 12 vjeçari ka një mesazh për të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Le të vazhdojnë ëndrrën e tyre dhe mos ndalen prandaj sfidave që kanë. Me pasionin që e shtyn çdo ditë drejt fushës dhe për kushtimin për të balancuar shkollën me sportin, Eldioni është një shembull frymëzimi për të gjithë bashkëmoshatarët e tij. Ai nuk e sheh moshën si një kufizim, por si një piknisje drejt ëndrave të mëdha.